Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti duhet ja di prandër Jozit. Producenti I njohur habit me deklaratën. Producenti I njohur Eduard Deda ka qenë një ditë më parë pjesë e panelit në ftesë në 5, ku ka komentuar finalistët e edicionit të 4 të Bigut. Sipas tij, gjesti kur erdhi në Big ishte I famshëm pasi kishte qenë në reality show I cili I dha shumë popularitet. Deda shtoi më pas se gjesti në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka bërë gafa të jashtëzakonshme dhe nuk do e fitonte në asnjë vend të botës Bigun. Producenti kujtoi momentin kur fituesi mori ruazoren e Jozit dhe hodhi në pishinë. Ai shprehet se gjesti duhet jetë falendërues komunitetit katolik që nuk e bën kauz. Gjesti do të mbahet mend për shumë gjëra. Për këtë djalin, ne si shtetas shqiptar, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e diasporës dhe të Kosovës e duam shumë. Dhe sigurisht nuk I morëm seriozisht gafat që ai ka bërë dhe I kemi falur të gjitha. U shpreh producenti I njohur.